Moratoriumi i gjuetis nuk ka sjellë rezultatet e pritshme, kështu shprehen gjuetarët e Vaudesit, të cilët e cilësojnë këtë masë si të pasuksesshme dhe me pasoja për ekosistemin lokal. Sipas tyre, ndalimi i gjuetis ka penalizuar komunitetin e gjuetarëve, ndërsa nuk ka ndikuar në shtimin e shpendëve të egër. Përkundrazi, ata thonë se gjatë këtyre viteve është vërejtur rritja e numrit të kafshëve të egra, të cilat kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në bujqësi dhe në zonat rurale. Moratoriumi ka kanë për ne, ka kanë jo për ne, por për të gjithë, kush e kupton, është ka një moratorium famkeq, mund ta quajmë famkeq, sepse nuk ka dhënë asnjë rezultat. Kanë gjuajtur ata që kanë pasur fije reputacion ditën, natën, që nuk lejohet absolutisht. Dhe gjyqtarët e ndershëm që janë këto zotnit këto, kanë najt, kanë base hirë, si thojmë na. Sot kanë alçu rresat fllans fushet, përpara kanë alçu fllans fushet edhe fazan. Sot janë 100 krerë që janë alçu, edhe e gjitha është fllans fushet. Për mu, si gjyqtar i vjetë, këta janë vite torture, faktikisht 70 vitet e fundit, sepse ti je gjyqtar nuk është për të kallajt, se jo gjithkush mund të bëhet gjyqtar, mund të bëhet gjithkush vrasës i shpendëve, i kafshëve, po gjyqtar është pak fjalë më e madhe. Këta 10 vite unë për veti nuk kam gjujt, që me thonë, jo vetëm që nuk ashtu gjë, po ushtu në vend të më ushtu shpend edhe gjahu, ushtu në kafshët e egra dhe në çakalli, fsharri, sidomos që zhduk veste, zaqte, ka bën dëm shumë të madh. Na kena lëshu famën e egër për mirë tonë gjyqtarëve, si thonë. Kjo është të na ekziston hiç, është farosën, si thonë. Na kena disa herë si e lëshojmë, edhe shpresojmë me shtu në vendin tonë. Është diçka si shumë e bukur. Ba me e po kështu është për ne është diçka shumë e madhe. Edhe mendojmë se do ta mbrojmë i fije vetë, se gjyqtarët e paligjshëm e gjujnë se e gjujnë, por do të mundona me kontribu vetë si me rujtë, na si shoqat. Deri tani puna se janë vrënë mos, sidomos flonza e malit, ka qenë një problem shumë i madh se shumë grupe gjyqtarë kanë pas bërë rivalitete mes njëri tjetrit. Shpresojmë të rivalitete t'i kthejnë rivalitet kush e shton më shumë tani, sidomos shpend autoktone dhe kafshët autoktone. Gjuetarët theksojnë gjithashtu se kanë denoncuar vazhdimisht rastet e gjuetisë së paligjshme, duke argumentuar se pikërisht kjo dukuri ka ndikuar në paksimin e disa llojeve të shpendëve. Në përpjekje për të kontribuar në rigjallërimin e faunës së egër, shoqata e gjuetarëve të Vaudesit ka ndërmarrë një nismë konkrete për shtimin e numrit të shpendëve në natyrë. Së fundmi ka lëshuar 100 krerë rasat të llojet fllans fushe, me synimin për shumimin dhe rikthimin e kësaj specie në habitatet e zonës.